Do të flasim për botrorin dhe do të diskutojmë se çfarë ka ndodhur gjatë këtyre ditëve, gjatë kësaj jave që po e lëm pas, edhe ndoshta për të folur pak edhe për surprizat, pse jo. Takim mirë se erdhësh Naci me pas prapë këtu. Faleminderit për ftesën. Po diskutojmë se çfarë ka ndodhur gjatë kësaj jave edhe cilat kanë qenë ato befasit ndoshta që askush si ka prit pikërisht për këtë botror. Gjatë kësaj jave normalisht si tashmë prej 10 qershorit po vazhdon secila ditë më intensive se tjetra. Sa i përket befasive, befasit më të mëdha eliminimi i Gjermanisë edhe i Holandës. Do thotë janë eliminuar në një 16 e finales, Gjermania nga Paraguaji, kurse Holanda nga Maroko. Përderisa Holanda në një mënyrë nuk mund të quhet befasi për shkak se ka pas Marokon kundërshtar, një kombëtare shumë e mirë që ka tregu lojë cilësore, te Gjermania mund të quhet pak a shumë befasi, edhe pse ndoshta gjenerata e re nuk ka mujtë më adaptu. Ta kjo unë s'këshyri futbol, po penalat i pash, nuk befasis ke heq. Jo, befasis e patën Gjermania mundësin, edhe e gjujti penaltin shumë në altë fundit. Prandaj, një person që nuk është ja thot shumë mirë futbolit, i kon pa penalat. Po besoj që nashti edhe vetë, ke thonë vetë në vetë që penalin e fundit që e gjujti me për të kësha dhonë. Qka ndodhe? Po, do të të Gjermania kjo nuk është prit mirë eliminimi, po flitet që ndoshta edhe selektori Julian Nagelsmann mu zaventu, kandidati kryesor është Jürgen Kloppi, tash mbetet më pote, Holanda vetë se Ronald Koemani ka dhënë ndërheqje pi postit, tash të ndeshjet tjera po vazhdojnë, janë mbetur edhe 6 ndeshjet, një 16 e finales mu përcaktu cilat vazhdojnë në 1/8 e finales, 1/8 e finales nis prej shtunës, ka me pas ndeshje shumë interesante, është Franca me Paraguajin, pastaj Kanada me Marokën, Brazili me Norvegjin, Anglia me Meksikën, është Shtetet e Bashkuara të Amerikës me Belgjikën, tashmë janë të konfirmuar këto çifte. Tash presim mos do të kemi ndonjë duel mes Portugalisë dhe Spanjës, ku ekipi janë favorit, shpresoj me vazhdu. Po tash mbetet më po nëse Portugalia sot pas mesnate do të mundet me ka përcy Kroacin. Disa nga këto kombëtaret po themi që janë më të mëdhaja se Gjermania për shembull, si këto kanë qenë një farë forme pak zhgënjyese për fansat. E tu e marr parasysh që një numër i madh i shqiptarëve edhe është me Gjermaninë. Po, edhe është me Gjermaninë, edhe normal që ka qenë zhgënjyese, nuk e kam pritur ndoshta këtë eliminim të hershëm, edhe vetë po them që kam shpresuar që Paraguajin me ka përcyen këtë raund, sepse në raundin tjetër i kisha dhënë Franca që për mua edhe pse me Portugalinë është super favorite, do thotë ka tregu lojë fantastike me treshën e sulmit që është i jashtëzakonshëm, kështu që unë besoj që Franca deri në finale, veç të shumë në çerek finale tash apo takohet me Marokën, edhe atë pengesë me kalu edhe nuk besoj që e ka shenal dikush Francë. Ndërsa kemi pa edhe shumë hatrika gjatë këtij botrori. Po, ka pas. Sikur me ushty këta disa nga lojtarët më të mirë të kombëtarëve. Po, sigurisht se cili aty munduhet ta promojë veten, megjithatë kemi Messi s'kem nevojë, Messi është lideri kryesor deri më tash, ka 6 gola, mbrapa e ka Mbappé me 5 gola, pastaj Erling Haaland i Norvegjisë me 5, edhe është Harry Kane i Anglisë, i cili dje mbrëmja ja siguroi kalimin në Angli, sepse Anglia deri në fund ndeshjes u kanë të eliminu, dhe besoj që shumica tifozëve që janë me Anglin janë friksu për këtij eliminimi, megjithatë Harry Kane duket që është e bardh vetë Anglin drejt trofeut të asoj më të sfamshme, is coming home. Po. Maroko zguzoj me quajt befasi, por gjithsesi ka qenë një surprizë e mirë e këtij botrorit, e marr parasysh që është duke shkëlqyer, pothuajse. Sigurisht që ndoshta e quajmë befasi se edhe vetë e kam llogarit pak a shumë befasi, po të e pas parasysh që botrorin e kaluam është në mesën e 4 kombëtarëve më të mira, edhe ka pas lojë të mirë, lojtarët i ka fantastik, Maroko nuk mundet më quajt befasi, po kem qef të e pas parasysh që kena pas Argentinën, Brazilin, plot kombëtare të tjera, e Marokon e kena lënë befasi, megjithatë Maroko është një kombëtare shumë e fortë dhe nuk befason ndoshta edhe me shku edhe banal, po me shku deri në gjysmëfinale. Gjysmëfinale, Po mirë, cila nga kombëtarët ka qenë, po themi ndoshta që ka te kalu pritshmëritë deri në këtë pikë, përveç Marokut normal. Përfundimisht pritshmëritë ka te kalu Kepi Gjelber. Do thotë që ka më përball tash me Argentinën për fat keq. Kepi Gjelber nuk e ka psu asnjë humbje në fazën e grupeve, ka ritëm avancu në pjesëmarrjen e parë në botror.
megjithatë tash me Argentinën ka me pas shumë vështirë. Argentina është super favorite, po edhe favorita që përnë letër nuk me kanë të letë, se mo tashmë nuk po duket që ka kombëtare të vogla. Edhe se cilat po lynë shumë mirë, e kemi Shtetet e Bashkuara të Amerikës që po zhvillon një kampionat shumë të mirë, pastaj Meksika nuk ka pranuar ende gol, Kanada ka avancuar dhe të shtetet organizatore, veç janë mesin e 16 kombëtareve më të mira. Kjo është qeshia e këtij botërori, edhe Kepi Gjelbert, besoj që ka mundu me bu më të mirën, pse kam lexuar dhe deklarata tyne që presidenti i Federatës tyne dhe i vendit besojnë që mundën me eliminu Argentinën 1-0, po ma shumë duket mision i pamundun. Po, mirë, kemi një grafike, në ndërkohë do të diskutojmë pak edhe lojtë që do të ndodhin sonte, me cile do të na lënë pa gjumë, po thuaj se gjithë se cilin atë, edhe dashamirët e sportit. Po, sonte është në oranon njësë Spanja me Austrinë, sigurisht Spanja është favorita, pres me fitu, ndërsa pas mesnatë në orën 1, është ndeshja që besoj që kena me shiku gjithë, Portugalia me Kroacinë, na si popull pak e kemi një farë simpatie për këngëtarën kroate, kështu që nashta kena më ka një farë dileme për kënë më bu, për nënën tjetër është Portugalia me Cristiano Ronaldo, me shpresu që me shku edhe ma naltë, mos po kemi një përballje eventuale në finale, në bazë të aty programit që është ndeshjeve, mundet me ndodhë nëse arrin me shku në finale më përballë Portugalia me Argentina, me pas këtë përplasin e titanëve Ronaldo Messi. Edhe është, ndoshta edhe goxha din tjetë kështu me emocionet forta, po që se ndodhë. me emocionet forta, të e pas parasysh që ketë besojmë që ka më konë botërori i fundit si për mesin e për Ronaldon, po kanë mu tërhjek më opi skenës ndërkombëtare, kanë mu konë botërori i fundit, pëse Ronaldo e kalon një farë opcionit hapën, po nuk besoj të e pas parasysh moshën e tina, pastaj formën, është asë ka qenë formë më të mirë, kritikat e shumë të që i ka marë, a Messi dhe thëtë Messi po vazhdojnë me formën e tina, edhe zbesoj që ka më nalë deri në fund, sigurisht që dënë me mbrojt titullin e kampionit që ka fitu para 4 vjetësh, edhe me shku ngarë për tupin e artë. Pa tjetër, si ka ndryshu dinamika deri në këtë pikë? Dhe thëtë faza e grupeve, ndështë ka qenë pak sa dhe monotone, nuk ka pas ndeshje shumë interesante, edhe ka qenë kjo zona kohore, orari ndeshjeve dhe isa me adaptu, me gjitha tash në këtë fazën në kaot, apo fazën e eliminimit direkt, gjitha ndeshjet për e interesante, të forta do të patë më mbrëm Belgjikën me Senegalin, ku Senegali këtë në 2 gola për si të udhëheq, me gjithat Belgjika në vazhdime arriti me fitu edhe mu kvalifiku. Do të ka me pas se cila fazë që ka lënë, se cila ditë që ka lënë, ndeshjet kanë më konë të jashtëzakonshme, deri tani janë zhvillu 75 ndeshje, jenë meta 29 ndeshje, përfshirë finalen e madhe që ka më majtë me 19 korrekt. Do thot botërori i parë me që kena cikë, që s'di soherë me 48 kombëtare, 104 ndeshje, 20 ditë të mbushura me futboll. Po mirë, po gjithsesi kjo pengesa më e madhe është kjo koha në këtë rast që zona kohore që s'pona e lejon, po themi ndoshta ti përcjellim gjitha, po prapë se prapë, kohë vere. Kohë vere edhe me gjithatë i përcjellim, se ka fonsat të Mesit, të Argentinës, të Portugalisë, pastaj në nesër mëngjes është edhe Zvicra me Algjerinë, sigurisht që kena me këshyrë kapitenin Granit Xhaka, sepse dëshira ju në shqedhaj me vazhdu me kombëtaren e Zvicrës në 1/8 e finales. Sot e kemi në 5 mëngjesit Zvicrën, apo jo? Për gjithë dashamirët, edhe po besoj që kemi shumë, se të e marrë parasysh që kemi shumë shqiptarë, jo vetëm që jetojnë në Zvicrë, por... Po, e shikojnë Portugalinë, nëse nuk shënë vazhdime në penalti, dhe në 3-4 përfundon e ndeshje, pastaj përgatitëm për ndeshjen tjetër, e tani ku shkëm punë, ja po thojnë, s'kam qajnë bëj. Po mirë, se po besoj që edhe i kuptojnë pak punëdhënësit të marrë parasysh që njëherë botërori nuk është... Ka dhe persona që kanë morë ndoshta pushim vjetur për me përcjell kampionat botëror, nuk është çudi, është normale, është fanë si adhuruesi futbollit, kjo është festë e futbollit, edhe pak, bilet pak të në orosh kjo futbolla në ka largu pi politikës. Se u patëm lodhë. Shumë e vërtet edhe për shpresoj që do të na zgjas, se jemi lodhë të shku në zgjedhje çdo 2 muaj. I kena, me të korrekt, po vazhdojnë. Po vazhdojnë. Momenti më i veçantë i kësaj jave, cilin do ta veçojmë? Momentin më të veçantë do të thotë eliminimi i Gjermanisë dhe i Holandës. Do të shumë e kam prit që këto dyja me avancu, ka qenë një shok i vërtet, po s'kem që me bu këto dyja në momentet më të veçantë, mendoj, edhe ta shte shumë Portugalinë dhe Argentinën,
që po bujnë. Po. Dhe të pse... A mund tjetë ndonjëra për këtyre që tjetë, po themi, ndoshta si një lloj zhgënjimi, si Gjermania, si që ka qenë për shumë? Po, përderi se Argentina thash e ka shumë këndërshtarin më atletë, mënët me fitu ndoshta me rezultat bins, Portugalia ka me pas pak sa ma vështirë, të e pas parasysh që ka me përball me Kroacin, një kombëtare që historikisht në turnet më ka pas rezultate të mira, megjithatë të shohim çfarë po ndodh. Mirë shumë. Faleminderit shumë. Taki, ishte kënaqësi që të pata këtu. A ka diçka tjetër që kishe dashur me shtu sa i përket kësaj jave apo ditëve në vazhdim? Jo, faleminderit shumë për ftesën, vetëm gazetarës tuaj 410 Rigës, i thëmë që shpresoj që mu taku Messi me Ronaldo në finale, masi Riga është në mesin, edhe të shohim tani kush po fiton. Mirë shumë, jemi në epokën e Messit, kështu që. Faleminderit shumë, kënaqësi që të pata këtu. Miq të dashur, tani